Alba Story prezanton. Përshëndetje miq. Unë që po jo flas, jam një grua 50 vjeçe dhe kam disa vite që jam e ndarë nga burri. Në fakt ai më ka lënë, por është një histori tjetër ajo. E kështu, tani jetoj e vetme në shtëpinë time në fshat. Djemti kam të rritur. Ata kanë ikur jashtë shtetit për të ndërtuar jetën e tyre dhe më dërgojnë para vazhdimisht. Kushtet i kam shumë të mira, shtëpinë kam të mirë dhe të rregulluar, por kur jeton vetëm, ka ditë që qetësia të vret veshët. Edhe oborin e kam të madh, plot me pemë dhe me lule, por kohët e fundit e kam lënë pak pas dore. Unë nuk kisha fuqi të merresha me punë të rënda, por edhe të paguash njerëz nga fshati është bërë vështirë, sepse të gjithë ose kanë ikur, ose ato që kanë mbetur janë të zënë me tokat e tyre dhe nuk të vjen kush. Një paradite, teksa po pija kafen e vetme, dëgjova zhurmen e portës sime. Dola për të parë se kush ishte dhe pash një burr që po qëndronte tek pragu. Me vinte keq, por ishte i veshur me rroba shumë të vjetra, edhe dukej shumë i lodhur. Ishte një lypsar, me kërkoj lëmosh me një zë të ulët. E pash, e me erdhi vërtet keq për te. Unë s'jam një njeri që i kthen mbrapsht njerëzit në nevojë. Ndaj, futa dorën në xhepin tim, i nxora disa të holla që i kisha aty dhe ja dhash. Ai mori, me falenderoj shumë dhe unë ishte ikte, por e ktheu hapin dhe me pyeti nëse kisha ndonjë gjë për t'i dhënë që të hante. Më tha që kishte gjithë ditën pa futur gjë në gojë, e kur e ndëgjova, u trondita shumë. Eja i thash, hyr brenda në obor dhe ulu aty tek tavolina në teras. Unë hyra në kuzhinë, e ngroha gjellën që kisha bërë në darkë, i preva pak djath, ca domate, edhe ca qep të njoma dhe i lash bukë të thekur. E ja nxora jashtë në një tabaka. Ajo ul e filloi të hante me nxitim, si një njeri që kishte vërtet uri të madhe. E teksa po shikoja pak nga larg, syt me shkuan tek pemet e mia. Deget e tyre ishin zgjatur dhe ishin shtuar shumë. Bari kishte filluar të rritej dhe turra e druve në fund të oborrit ishte bërë lemsh, e me erdhi një mendim. Para unë kisha mjaft, por ajo që më mungonte ishte dikush që t'i bënte këtë punë. E ju ofrova tek tavolina, teksa i po hante ushqimin dhe i thash: "Të bëf të mirë", e ai më ktheu të lumshin duart. "Dëgjoj", thash, "unë banoj vetëm dhe djemti kam larg. Shikoje një herë këto borë, kam nevojë të krasis pemet dhe të palos ato druta atje poshtë. A dëshiron të punosh për mua një 2 ditë të pakten? Ti jap 100 euro për të 2 ditët edhe ushqimin e ke nga unë." Lypsi e la lugën mbi pjatë, e mendoj pak dhe me pranoj me qef. Tha që puna nuk e tremte, por në agjendje që ishte, nuk mund të gjente një punë të rregullt, sepse të gjithë e refuzonin. "Mirë atëherë", thash, "mund të flesh këtu sonte dhe punës t'ja fillosh nesër në mëngjes, që të jesh i çlodhur e ti përfundosh këto punë për të paktën këto 2 ditë." Atë pas dite vonë, e futën në një nga dhomat e katit e parë që e mbaja për mest. I nxora disa rroba të pastra të djalit tim, të cilat ishin të gjera dhe të rehatshme, e i thash të bënte një dush. Kur dolin nga dushi, e u vesh me ato rroba, dukej krejt njëri tjetër. Nuk ngjante më si ai lypsari i lodhur që erdhi tek porta ime. E kështu ulem jashtë në verandë për të pirë nga një gotë lëng, sa të erri plotësisht.
Filluam të bisedonim. Në fillim po flisnim për gjërat e përgjithshme, por pastaj ai filloi të më bënte pyetje më personale. Po si ja bën që je e vetme dhe që disa kohë më the që je pa burr? Si e kalon kohën? Më tha ai. Ti je shumë e bukur, më tha. Është gjëna ta tretesh kohën e vetme. Unë u habita pak nga guximi i tij dhe nga kjo pyetje, por nuk ja preva shkurt. I thash, shiko, se unë nuk e lash burrin, ai më la mua, çfarë të bëj unë tani? Por edhe jam mësuar. E kështu ka qenë jeta ime, i thash atij. Por ai vazhdoi të më ngacmonte lehtë me fjalë, duke më thënë se ishte mëkat që një grua e mbajtur të mos kishte në krah një njeri për të mbështetur. E unë thjesht i buzëqesha, mora gotat e pastaj i thash që ishte koha për të fjetur se e priste punat e nesërmen. Por kur u shtriva në krevatin tim atë natë, nuk e mohoj që po mendoja për atë bisedë. E dija shumë mirë se si mund të shkonte kjo punë. E ndjeja që ai kishte një interes tjetër. Të nesërmen në mëngjes, unë gritem herët. Ai mori motorin e sharrës dhe filloi që të priste ato pemet në obor. Filloi të priste degët e thata të pemeve, por edhe ato të njomat që kishin dalur e që nuk duheshin. Unë nuk rria do të pa bërë asgjë, kështu që dola të ndihmoja. Ndërsa i priste dhe i hidhte poshtë, unë i mblidhja dhe i stivoja me rregull tek tura e druve. Punuam kështu gjithë ditën. Dielli ishte i ngrohtë e puna po na este mbar. Gjatë gjithë kohës që punonim, nuk pushuam se foluri. Ai fliste shumë dhe gjithmonë e gjente mënyrën ta kthente bisedën tek unë. E çdo herë që unë përkulesha për të marrë drut dhe për t'i vendosur në stiv, e dija që ai po më shikonte, sepse nuk e fshihte fare shikimin. Me hidhte batuta dhe ngacmimet e vogla gjatë gjithë ditës, ndërsa unë i ktheja përgjigje me shaka, duke bërë sikur s'me interesonte fare, por në fakt me pëlqente vëmendja atij. Kisha kaq kohë që nuk flisja kështu me një burr, e kur mbaruam punën, obori dukej për mrekulli. U pastruam, bëm dush secili në radhën e vet, e unë përgatita darkën, shtrova tavolinën në sallonin e madh të shtëpisë, hëngrem gjellë të ngrohtë dhe pim edhe nga një gotë lëng. Teksa po hanim, ai filloi përsëri. Nuk e kuptoj, më tha. Gjithë ditën punove me mua, ngrite pesha, u lodhe dhe prap rri drejt. Si ja bën që e mban trupin kaq në formë, sepse ti edhe vishe i ngushtë dhe sa mirë mund të punosh me këto pantallona kaq të ngushta, më thaj. Qa ti thoja, unë e dija çfarë donte. Po shte bësh, i thash, kështu, ndoshta fshati me mban në formë. Këtu je gjithë ditën në lëvizje, i thoja unë. E ai me bëri edhe disa komplimente të tjera dhe darka kaloi e qetë, por me ndjenjtë të çuditshme që ndihej qartë mes nesh. Të dy e dinim që aty kishte diçka më shumë se një marrëveshje pune. E pasi mbaruam se ngrëni, i ngrita pjatat dhe i lash në lavaman. E kaluam tek salloni. Ndezëm televizorin për të parë ndonjë emision të mbrëmjeve. E ulëm të dy në të njëjtin divan, ku në fillim ishim larg njëri tjetrit, por pas pak minutash, ai filloi të vinte ngadalë drejt meje. Kur mu ofrua pranë, ngadalë ngriti krahun dhe ma hodhi pas qafe, duke mbështetur dorën mbi shpatullat e mia, e unë nuk fola. Ktheva pak kokën, e pash një herë ashtu, por nuk i thash ta hiqte dorën. Qëndrova ashtu e qetë, duke parë televizorin. Kur ai e pa që unë nuk e kundërshtova, u ofrua krejt pranë meje, aq sa mund të ndjeja që po me prekte krahun. Por unë e theva atë heshtje. Qa ke që me jenë gjitur nga pas, e pyeta. E ai me shikoi dhe me tha, te dua, tha.
E pash pak me habi, edhe pse prisja që ai mund të thoshte diçka të tillë. Po si është e mundur kaq shpejt fillove të më duash, i thash unë. Ti dje erdhe në këtë shtëpi. Po ndodh, tha, sepse ti më pëlqen shumë, je shumë e bukur. Por ai nuk priti me gjatë, u ofrua dhe me shumë drejt meje, dhe me një frikë që e shikoja, ai më puthi. Unë që kisha që një natë më parë, që e kisha menduar këtë moment, dhe e dija saktësisht se si do të shkonte kjo punë, nuk u largova. Përkundrazi, i hodha krahet rreth tij, e përqafova fort, e putha edhe unë. Mbetem ashtu në divan të përqafuar, duke u puthur për disa çaste. E pastaj, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.